Rikthehemi adhurues të basketbollit në Shani Nushi, pjesa e parë e duelit 41-26 për 15 pike përsi për Trepçën, e cila kishte një avantazh edhe deri në 20 pikë, 22-2 në minutin e 9 të duelit, po ishin edhe statistikat. 10 asistime të Trepçës përkundër vetëm 2 asistimeve, dominim me vërtet absolut në pjesën e parë i Trepçës, 8 treshe të realizuara nga skuadra Mitrovicase, 4 nga vllazënimi, i cili në 9 minutat e para, kjo me vërtet është karakteristike e kësaj pjesë të parë, nga 8 tentime nga loja mos pari, duhet thënë edhe potencuese ka pas problem që të krijon hapësinat lira për të gjuajtur. Dhe nga 8 tentimet, nga shumë pozitat e vështira, po ishin edhe lojtarët më efikas, Ri dhe Viningon. Nga 8 pozita që nuk ishin as pak të lehta, duke që rezultati i lojës shumë të mirë të Trepçës në mbrojtje, nuk realizuan asnjëherë nga loja. Pra ishte 8-0 vllazënimi, mirë, po më pas pikërisht ky njeri, Jerry Hellemsi, doli në skenë për 1 minutë, realizoi 2 treshe të njëpasnjëshme për ta mbyllë çerrekun e parë të duelit me rezultat 24-11, e më pas atyre 6 tresheve të realizuar, pas atyre 6 pikëve të realizuara, 2 tresheve të Jericho Hellemsit, në skenë doli i posa inkuadruari në lojë, pra nga banka rezervë Zigiridi, i cili udhëhoqi vllazënimin në një seri prej 12-1, duke e zbut minusin prej 20 pikëve në vetëm 9, 15-24, ja, Drilon Hajrizi, i cili është i lënduar, njëri nga 2 lojtarët e lënduar, edhe Payne, Jericho Payne, mungon tash e sa kohë, shpreson që edhe ai të kthehet. Adis Beqiragiqi e tha këtë në intervistën pas ndeshjes me Payne. Në atë mini seri prej 12-1 të Trepçës u përgjigj Akili Vining me 2 treshe të njëpasnjëshme, pas tij edhe Hasbruku për ta rikthyer avantazhin prej 16 pikëve, pra ishte një avantazh konstant prej 15-16 pikëve i Trepçës gjatë pjesës e parë. Po e shohim edhe Paynein. Starton pjesa e dytë me 15 pike përsi për Trepçën. 26-41. I kthej topi Wilsonit, lufton atje Andrew Gordon, faul i Dardan Kapitit. E planon me njëherë atje Dardani. Është edhe disa herë gjatë pjesë parë, gjatë komentimit, se ndeshjet mes vllazënimit dhe Trepçës tu në Shani Nush. Opa, vjen atje treshja e Jerry Hellemsit, nevri kosët shumë Adis Beqiragiqi, që i lejuan hapësirë për 3 pikë atje. Jericho Hellemsit thotë që duhet ta ndjekin si hije dhe mos ta lejojnë që të tenton për 3 pikë. Fauli Derek Wilsonit, ish playmakeri Prishtinas, i cili muaj më parë erdhi te vllazënimi i Gjakovës. Tasja në lojë për Trepçën, Tuna, Vining, Kapiti, Hasbruk dhe Amzil. Hellems, Gordon, Koshi, Zekiqi dhe Wilson për vllazënimin. Edhe 2 sekonda, Vining nga një pozitë vështirë, tenton! Çfarë treshe? Përgjigjet në treshën e Hellemsit në të shintat e fundit. Treshja e 4 të Akili Viningut, 14 pikë të tij. 29-44, e nisën të dyja skuadrat me bombardime për 3 pikë. Jerry Hellems i mrekullueshëm, dalet atje me faul nga Mustafa Amzili. Kësaj radhe me lëvizje fantastike, mashtruese, dribling
mes të këmbëve atje Akili Winning u përgjegjë me treshën në këtë treshën e Jerry Hellemsit, i cili realizon nga vija gjuajtjeve të lira. Pika e 12 e tij barazohet me Ziggy Reedin dhe tash e kalon 31 me 44. Hasbrook, por mrekulli atje deporton deri në fund mbi Gordonin, realizon 31 me 46, rikthen e përsin prej 15 pikëve. Winning ja dëbon topin. Thot atje Akili Winning se ishte duke bërë rolling Wilsoni dhe se vete dëboj. Kapiti atje për pak sa nuk ja vodhi topin Gordoni, deporton Derek Wilson deri në fund për mrekulli. Me shumë vështërsi atje, megjithatë realizon Derek Wilsoni për 33 me 46. 13 plus për anën tjetër, tenton të përgjigjet Winning, nuk arrin kundër sulmi shpejt. Wilson deporton dhe ndalet në mënyrë të palijuar, për pak nuk realizoi kosh foul. Do t'i ketë dy gjuajtje të lira. Playmakeri i Kuqezinve që deri tash ka realizu 3 pikë, 3 kërcime dhe ka vjedhur 2 topa. Asnjë asistim deri tash nuk e ka Wilsoni. Ka të lashëm me ekzekutimin e gjuajtjeve të lira sonte. Zakonisht tentimin e pare ka huq, të dytin e ka realizu Derek Wilsoni. 3-7, të shofim a i mbetet besnik këtymve shënimeve. Pra të parën me huqe, dytën me realizu. Po, qashtu qyshja ka bon pjesën e parë, po e vazhdon edhe në dytën, 4-8. Pra të parën po e huq, dytën po e realizon. Është interesant të themi se aktualisht vllazënimi është 12 me 16, 12 gjuajtje të lira të realizuara nga 16 tentime dhe këto 4 gjuajtje të lira të huqura vijnë nga Derek Wilsoni. Të tjerët kanë qenë 100% efikas nga vija e penaleve. Hellemsi 4-4, Zekiqi 2-2 dhe Reedi 2-2. Sean Jones ndalet në mënyrë të palijuar nga Jerry Hellems. Kjo personalja e tretë e Jerry Cole Hellemsit dhe natyrisht Selimi, trajneri Gültekin Selimi, dëshiron të ruaj Jerryn, i duhet shumë shpejt i shkaktoi 3 personale. 34 me 46 Sean Jones, një prej kuqeve të ralla të ish reprezentuesit të Kosovës, Sean Jonesit. Sara dhe realizon për 34 me 47. Edhe 7 minuta gjysmë deri në fund të qerekut të tretë. Wilson dhe Winning, një duel i jashtëzakonshëm sonte. Koshi, Zekiqi vendoset atje, vazhdon lufta, betejë e madhe, Amzili Zekiqi. Dueli 2-11-sheve atje. E vjedh në top Hasbrooku për mrekulli kundër sulmi shpejt. Hasbrook i vetmuar dhe realizon për 34 me 49, rikthen plus 15-shën. Në një anë e vjedh atje topin nga Gordoni, në anën tjetër ik në kundër sulm dhe realizon pika e 12 e Hasbrookut, i cili ka dhe 3 asistime. Blok i Koshit, i cili kapiteni mbetet me të Mushishin atje. Vazhdon të lufton Amzili dhe e vjedh këtë top. Kërcimi Atikut i vetmohueshëm në anën tjetër. Faul i Akili Winningut si duket. Po, faul i Akili Winningut ndaj kapitenit Koshi, ndërsa ishin duke luftuar për pozit atje për kërcim. Ka plotësuar bonusin skuadra e Trepqës.
3 minuta e gjysmë, tashmë 4 faulla. Gordon edhe Jones. Edhe 4 sekonda Zekic. Sa bukur Samiri. Luftojnë atje 2-11 vazhdimisht duel mes kapitenit Ati Koshi dhe Mikaelit Mushicit, I cili tërhiqet atje për 3 pikë, por Hasbrook ishte shumë afër Koshit, nuk e pa, me a kthy topin dhe gaboj në anën tjetër Wilson. Zekici për Koshin, pick and roll, kemi një mismatch atje, mbeti Zekici me Hasbrookun. Dërgon topin me këm në out Mikaelit Mushici. E pa mundëson që të shfrytëzon Samir Zekici atë avantajin në 7 lartësi ndaj Hasbrookut. Gordon ullet për të pushu, Joranej pak në loj. Ziggy Reed depërton dhe I pandalshëm është Ziggy Reed. 36 me 49 me vërtet lojtar fenomenal. Shumë lojtar I falenderueshëm Ziggy Reed. 16 pikë, 5 kërcime, 2 asistime, 1 top I vjedhur e 1 blokat mesatarja e Ziggy Reedit si vjet. Hasbrook deporton deri në fund, por Joranej e blokon kundër sulmi për vllaznimin, për mrekulli coast to coast nga Samir Zekici për 38 me 49. E afrojnë në 11 dhe tani ngjallet edhe publiku në Shanin Ushi. E ndjek këmba këmbës atje Koshi të Mushicin, tentim për 3 pikë, nuk ka shënim, lufta vazhdon, Ziggy Reed e fiton këtë top. Ish mangët presingu Derek Wilson për Samir Zekicin. Nuk ja pason Joranej, e kthen te Ziggy Reedi, cili tenton, nuk realizon. Joranej luftën e vazhdon dhe topin Sean Jones e dëbon po mduket. Reagojnë atje apo ishte Joranej cili e preku I funit të shofim. Jo, megjithatë Joranej e ka prek. Çfarë lufte, çfarë vete, top për top, kosh për kosh në këto qaste, me vërtet Hasbrook ullet për të pushu, në loj kthehet Akili Winning. Lojtari më efikas të Trepqa, 14 pikë të ti, për tyre 4 treshe. Hasbrook I ka 12 pikë, për tyre 2 treshe, I ka dhe 4 asistime, fall në sulm atje nga Sean Jonesi. Fauli I pest I Trepqës, natyrisht do të jetë rivënje e topit, pasi është faul në sulm. Po shihni edhe statistikat, 9 treshe të Trepqës, 5. Kërkon atje Joranej. Me të vërtet është një karakter shumë interesant Joranej. E ka shpirtin e mirë, është 7 lart, një gjigant I but. Dhe I paprishur. Tenton herën e parë është I pasakt. Është shumë I dashur nga bashkëlojtarët e tij Joranej. Ka një efikasitet të lartë nga vija gjuajtjeve të lira, 89%, dhe është çudi që huqi herën e parë, por të dytën e realizoi por 39 me 49. Pra, një miniseri prej 5-0 për ta zbutur disavantazhin nga 15 me 90. Winning. Sean Jones atje e përmirëson për 39 me 51. Kjo pika e 7 e Jonesit, 4 kërcime dhe 2 asistime të tij. Jerry Helms është kthyer në lojë tani, po luan me Jerry Helmsin, Ziggy Reedin dhe Joranej, dhe Ziggy Reed vazhdon me bombardimet e tij, 16 pikë.
e afron përsëri në 10, 4 tenime 51, 3 minuta e 33 sekonda loj, deri në fund çereku tret, ka gabuar në hapa atje Mustafa Amzili. Dhe me gabim teknik në ndërshkohët Adis Beqiragici për shkak të reagimit ndaj referimit të hapave. Zigirit shkon për të ekzekutuar gjuajtjen e lirë. 2-2 ishte në pjesën e parë, ka një efikasitet për 76%. E huq gjuajtjen e lirë Zigiridi. E humb rastin që për herë të dytë në këtë duel pas minus 20 që të afron rezultatin në 9. Bloki dyfisht atje për Zigiridin, i cili depërton deri në fund dhe ndalet në mënyrë të palejuar nga Sean Jonesi. Është kjo personalja e tretë e Sean Jonesit. Do të jenë 2 gjuajtje të lira për Zigiridin, cili pak më herët tek ajo teknike huqi gjuajtjen e lirë. Koncentrohet dhe realizon të 42-51, gjallët edhe publiku në Shani Noshi, diku rreth 1200 shikues e përkrahin këtë momentum. Dhe vllazimi realizon për 43-51 përmes Zigiridit, 18 pikë të tij. Për herë të parë pas atij minus 20-shit e përsia zbret në 8. Hasbrook për Tunën, pas një kohë të gjatë për shohim Batën Tunën në lojë. Dhe i hatashëm është Batën Tuna me të vërtet. Ka shpërthyer në këto 5 gjirot e fundit me Amzilin, Mustafa Amzilin, po janë partës të lojës vllazimit. Jericho Helms, luft me Anej atje nuk ishte i vendosur mirë. Ja pasoj topin, Spotify Anej atje nuk arriti që të vendoset edhe ta pranon topin. Ishte duke luftuar për pozit kur ju pasua topi. Do të rishikohet edhe njëherë ky faul. Pra, ishte në pyetje kontestimi i treshës së Batën Tunës. A ishte 2 apo 3? U pa qartë se Batën Tuna ishte larg vis. Mbetet rezultati 43-54. E vjell Joranej këtë top ik në sulm, edhe ngulit për 45-54. Amzil dhe Tuna bashkëpunojnë 2 lojtarët më efikas të Trepçës në këto 3 gjirot e kësaj jave. Samir Zekici tregon se ishte faulli poshtë. Edhe njëherë kjo vjedhje e Joranej ik në kundërshën dhe bum, Joranej për 45-54, më falni, shifrat kthyer mbrapsht. Pika e tretë e Joranej pas asaj gjuajtje të lirë parës. Tuna i sakt rikthene përsin 2 shifrore Batën Tuna.
11 pikë të tij, pika e 12 e Tunës. 3 treshe të tij nga 4 tentime sonte. Edhe 3 gjuajtje të lira. Hasbrook shkakton personale. E ndalë Joranej në mënyrë të palejuar. Kjo personale e tretë e Kenny Hasbrookut. 3 personali ka Winning, 4 Tmushiqi, Jones 3, Amzili 3, pra komplet peshja Trepqës, peshja startuese. I ka 16 faula. Tmushiqi me 4 rezikant. Winning, Jones, Amzili dhe Hasbrooku nga 3. 3 ka edhe Kapiti. Realizon Joranej për të ofru rezultatin në 47-56, realizon të 2 gjuajtjet e lira. Tash ekzekutuesi më i mirë i gjuajtjeve të lira. Edhe njëherë, deportimi Akili Winningut, kosh faul. 47 me 58, pika e 16 e Winningut. Për tyre 4 treshe, 16 pikë, 5 asistime. Deri tash i ka Akili Winning, playmakeri i ri i përforcimit, cili erdhi javën e kaluar tek Trepqa nga Hapoel Bershiva, skuadra e cila udhëheqet nga ish selektori i Kosovës dhe trajneri i PS Rami Hadari. 47 me 59. Dhe Jerry Helms në anën tjetër përgjigjet në kosh faul me kosh faul, kësaj radhe Hasbrook, dhe tani personalja Akili Winning, personalja e 4 të lojtarit kryesor të Trepqës deri tash, Jerry Helms realizon për 50 me 59, e afron rezultatin. 1 minutë e gjysmë deri në fund. Po këtu loj, ju kom thonë disa herë, me të vërtet, kur lujnë Vllazimi dhe Trepqa, një gjë dihet, asgjë nuk dihet. Tentimi Hasbrookut. Shkon prapa koshit, topi do të jetë për Niko Qirët, po e shojmë atje Ronda Syllën, i cili edhe pse është në ekip me gjithate është i lënduar dhe nuk mund të luaj, bëhet fjalë për një ruptur të vogël e cila të meniskut. Helms deporton atje me floater, nuk shënon, lufton edhe është Samir Zekiqja i cili ka shkaktuar personalen. Është kjo personalja, nëse zgaboj, e 4 të Zekiqit, po, personalja e 4 të Samir Zekiqit, i cili është i vetmi, i cili rrezikon të Vllazimin. Nga 3 faula kanë Helms dhe ati koshi kapiteni. Anën tjetër, 2 lojtarë të Trepqës janë me nga 4, Hasbrook dhe Tmushiqi, nga 3 kanë Winning, Jones dhe Amzili, si dhe Datan Kapiti. 50 me 61, realizon të 2 gjuajtjet e lira. Kapiti inkuadrohet në lojmen të Sean Jonesit. Ziggy Reed për Rushitin. Anes Gashi po ashtu të Trepqa, Rushiti dhe Gashi Rushiti deporton deri tek Wilson, topi shkon te Joranej, i cili e shfrytëzon 7 lartësin dhe realizon për 52 me 61 pran Winningut, natyrisht Akili Winning
shumë më shtatë shkurtër se Joranej. Opa, dhe shënimi i Dardan Kapitit. Shënimi nuk pranohet pasi që Dardan Kapiti e preku atop. Nevri Kosët atje Adis Beqiragici. Deportoj derë në fund Akili Vining. Mund dalë në mënyrë të paljuar, shkoj atje, ishte kur topi duke shkuar në kosh dërsa Dardani e preku dhe e anulloj atë. Do të jenë tani 2 gjuajtje të lira për Akili Viningun, i cili nevri Kosët shumë. Shumë simpatik është Adisi, edhe pse buhet nervoz, prap buzqesh atje pak. Vining 52 me 62 pika e 18 e ti. Rushiti për Wilsonin. 20 sekonda për këte sulm. Do të ketë 1 sekundë diçka për sulmin e Trepçës nëse e shfrytëzon sulmin deri në fund vllazimi. Ziggy Reed. Një mismatch atje me Viningun, bite tenton, nuk realizon, por Joranej! Pranë Amzilit edhe Kapitit atje, lufton edhe këte beteje fiton, 54 me 62. Joranej, kur mëse paku pritej në fund prej ti, kërcim në sulm. Interesant është të themi, është ky kërcimi i parë i Joranej Conte, edhe atë në sulm, e ka pa top, realizon 9 pikë, e një kërcim nga Joranej për të afruar rezultatin 54 me 62. Ja po i shofim edhe statistikat e përgjithshme të kësaj ndeshje. Pra në kërcime janë të niveluar nga 18 pikë lojtarët më efikas të dyja skuadrave. Ziggy Reed, i cili u ngrit nga banka rezerv, i hatashëm me 18, anën tjetër Akili Vining, 18 pik e 5 asistime, nga këtu 18 pik i ka 4 treshe. Saj përket statistikave të përgjithshme, pra janë të barabartë, 26 me 26 në kërcime, mirë po definitivisht, pra ajo që ka bërë dallimin është dominimi në asistime. Trepça e ka qarkullu topin shumë më mirë, 13 me 3, edhe në topat të vjedhur 9 me 6, shumë topat të humbur ka vllazënimi, 16, Trepça i ka 9. Dominimi definitivisht i Trepçës ka qenë përveç tresheve, ku ka 2 fish më shumë treshe të realizuara, dhe 3 piksha i ka Trepça, vetëm 5 i ka vllazënimi. Lirësh mund të themi që në këto 5 gjirot e fundit Trepça e ka përmirësu dukshëm efikasitetin për 3 pik, sidomos në ndeshjen me Sigal Prishtinën dhe me Go Plus P e keni pa dhe dallimin. E përveç tresheve sonte, pra ajo ku ka dominuar skuadra e Trepçës kanë qenë edhe shfrytëzimi i topave të humbur, gabimeve të vllazënimit, duke realizuar 23 pikë. Nga këto 16 topa të humbur të vllazënimit, Trepça i ka konkretizuar 23 sosh, po ashtu në kundërsulme 14 me 8, edhe këto treshe. Pam edhe statistikat e lojtarëve kryesor atyre të cilë kanë realizuar pikë dyshifrore të Trepça janë 4 lojtarë, Vining 18 nga 12, Hasbrook e Tuna dhe 10 ka Mustafa Amzili. Deporton atje Vining, luftë e madhe, Ziggy Reed shtyhet nga a ishte Dardan Kapiti, po. Dardan Kapiti, personalja e 4 të Dardanit, lojtari i 3 me 4 personale tek Trepça pas të mushiqit e Hasbrookut. Në anën tjetër Zekici ka 4, nuk është në loj. Ziggy Reed deporton atje dhe realizon
Zigirit për 56-62. Afrohet rezultati për herë të parë nga fillimi ndeshjes pas 28 minutave lojë në vetëm 6 pikë. Tenton me alley-oop rezultati në 4 pikë. Vllaznimi e afron. Timeout Adis Beqiragishi kërkon. Po. Ju kam thonë edhe në pjesën e parë disa herë. Këto ndeshjet mes Vllaznimit dhe Trepçës. Trepça starton në mënyrë perfekte, shumë fuqishëm, shumë furishëm. Mirë po në mënyrë të furishme dhe stuhishme, mas ne i kthehet edhe Vllaznimi. 2 ndeshje viteve të fundit i mbajmë në men, ajo e 23 tetorit 2022, kur ishte Burim Zekiqi, pra tash lojtari i Trepçës, Mitrovica Sicilia Sokoj luante për Vllaznimin dhe e anuloj minusin prej 15 pikëve, fal 4 tresheve në 4 minutat e fundit për ta fituar duel Vllaznimi 75-72. Dhe së fundmi, pra rasti i fundit ishte me 7 dhjetor të vitit 2025 në kuadër të Gjirës së Nënt, kur Trepça kishte 4 minuta e gjysmë para fundit të lojës, kishte 11 pikë plus, dhe Marquis Warwick, snajperisti më i mirë i elitës së basketbollit kosovar në Vjesht, doli në skenë dhe bombardoi po ashtu edhe ai me 4 treshe, ndërsa Jerry Hellos në qintat e fundit kishte shënuar ato pikët vendimtare për 85-83, që në fakt ka qenë disfata e vetme e Trepçës në këto 12 gjirot e fundit, pra një rikthim i furishëm i kampionës aktuale si lidere, pas edhe krizës në të cilën kanë hyrë Bashkimi dhe Go Plus Peja. E sonte Bashkimi Vllaznimi po i bën shumë të lashe mirë, po ja vjen asistimi i Tmushiqit dhe shënimi i Mustafa Amzillit në pozitën e tij karakteristike, i ulur në një gjuhë atje Adis Beqiragishi, i kritikoi lojtarët e tij. Joranej lufton. Është faul nga Joranej. Mustafa Amzilli, faul, Rushiti vjen atje dhe i thot o qetësohu. Shumë me të vërtet është luftarak. Joranej nuk i bën këto kemi këtu anulim të treshe e Mikaelet Mushiqit për 60-67. Kosh faulli, gjuajtja e lire Joranej u anulua për shkak të teknikës të cilën e pranoi për shkak të atij reagimi. Në anën tjetër Mikaelet Mushiqi bombardoi dhe treshën e realizoi 60-67. Çka s'po ndodh këtu? Derek Wilson për Joranej, i cili depërton. Zigirit lufton me Mustafa Amzillin, Rrit dhe Amzill, depërton atje, mbrojtje Amzillit. Joranej, fauli Joranejit. Është kjo personalja e tij e 4, pas Zekiqit edhe me 4 personale. Në anën tjetër, pra kemi 4 lojtarë të Trepça, me nga 4, nga 5 parë, Tmushiqi, Amzilli dhe Hasbruku, 4 i ka dhe Kapiti. Amzill, e shkel atje vin, ndrojtje topi humbur, atje spjegohet me referen Mustafa Amzilli. Wilson dhe Winning shkon anej për pick and roll, e kemi një mismatch mbetet i vetmuar. Zigiri tenton, nuk realizon. Mushiqi dhe Koshi
Tmushiqi ik për para në kundërsulm. Tuna e kthen topin, e kontrollon Amzil për Tmushiqi nga një pozitë e vështirë, tenton, nuk realizon Amzili. Batën Tuna pas ka shkaktu personale, nuk e pam gjatë kësaj hallakame se kush. Tuna e ka shtyr nga prapa Zigi Ridin. 67 me 60. Edhe për Tunën është kjo personale e tretë, tentim për 3 Derek Wilson përgjigjet në treshën e Tmushiqit me treshe. 63 me 67. Çfarë drame, çfarë loje po shkon këtu në Shanin Ushi. Dikush ka zgjedhur që të ullet dhe këmbë kryq. Ej qetë, ta shikoj këtë loj. Natyrisht, Derek Wilsoni me shumë fat topi shkoj lart, u hamend atë hy, atë mos hy dhe në fund rezultati 63 me 67. Kërkojnë kthimin e topit mbrapa. Mbrojtje agresive e Arvin Rushitit. Po shohim atje edhe reagimin e Adis Beqiragiqit. Wilson dyfishohet, e kthen topin jashtë, tenton për 3 pikë, lufta vazhdon, Zigi Ride ka pa top. Jo, po Derek Wilsoni, cili karakterizohet me kërcimet në sulm dhe atë koordinimin, timingun e hatashëm për kërcime në sulm, shkon e kap këtë top dhe ndalet në mënyrë të palejuar, ja dhe njëherë do të shofim. Këtu, lufton, vjen edhe është kjo personale e Akili Viningut, lojtari i 5 të trepqa me 4 personale. Katër lojtar të 5 së parë të trepqës kanë shkaktuar nga 4 personale, Vining, Tmushiq, Amzil dhe Hasbrook, i cili tani kthehet në lojë, 10 pikë, 3 kërcime, 2 asistime nga Derek Wilsoni, i cili në çaste vendimtare e hu gjuajtjen e lirë, mbetet 64 me 67, ka këtu edhe shumë për të luajtur, 6 minuta e gjysmë deri në fund. Vetëm 3 pike përsi nga 20 maksimum sa i kishte trepqa. Batën Tuna në çastet vendimtare. Në ndeshjet e fundit ishte vendimtar Amzil, tenton për 3 pik. Dhe kush ka shkaktu Joranej si duk? Jo, Atik Koshi. Kapiteni Koshi shkakton personale. Është kjo personalja e 4 edhe e Atikut, lojtari i 3 të vllazimi me 4 personale, nga 5 që e parë Koshi Ezekiqi dhe Joranej. Rushiti ullet për të pushu. 5 që e vllaznimit Zekiqi, Wilson, Reed, Anej dhe Koshi. Hasbrook për Viningun, Sean Jones, Majtaku tenton treshën, nuk e realizon, kundër sulmi shpejt, Zekiqi ndalet. Dhe i pret bashkëlojtarët e kërkojnë organizim të lojës. Kemi një mismatch atje, Zigi Reed, shikoni Hasbrookun me përvojën e tij se si e mbyll Zigi Reedin. Zekiqi tenton për 3 pikë, topi hyn edhe nga Koshi, nuk arritën që ta dërgojnë topin te Ridi, cili mbeti me Hasbrookun, për mrekulli atje luftoj për pozit Hasbrook. Nuk është krejt në shënimin e pikëve. Këto janë edhe disa detaje që zakonisht nuk i komentojmë dhe nuk i shohim. Dalet në mënyrë të palejuar. Dy gjuajtje të lira. Dhe po, Samir Zekiqi e 5. Personalja e 5 ishte Samir, nuk isha i sigurt a ishte Samir Zekiqi apo jo, po duhet të largohet Mitrovica, i cili aktualisht luan për vllaznimin.
5 personale për Samirin, kjo ndeshje përfundon me 5 pikë, 6 kërcime, 1 asistim dhe 1 top të vjedhur. Kthehet në lojë Arbin Rushiti, Wilson largohet, në lojë rikthehet edhe Jericho Helms, i cili ka 3 personale, e ka ruajtur për këto 5 minutat e fundit. Trajneri Gültekin Selimi, Isak nga tentimi i tij i parë është Mikael Mushici, pika ti e 7. Nuk realizon, Zigirit Mille mbyll atje Amzilin. Pick and roll Dioranej për Jericho Helmsin, i cili e kthen te Zigiridi, tenton, nuk realizon. Mushici me kërcimin e tij shumë të rëndësishëm, i 4-ti në këto qaste. Organizon sulmin tani Mikaile për Sean Johnson me dorëzime të topave. Hasbrook, Mushici nga një pozit e vështirë atje, prej çfarë distance bombardon Mikael Mushici, 64 me 71 në çastet vendimtare, po asiston, po kërcem, po pason, treshe po shënon. Ministri mbrojtjes e qepesa edhe i sulmit të Trepçës, Mikael Mushici. Në anën tjetër, heroi i vllazimit Jericho Helms ndalet në mënyrë të palejuar. E 5 personale për Akili Viningun. Zekici të vllaznimi, Viningu të Trepça, largohon me nga 5 personale. Lojtari më efikas tek Trepça, sonte 18 pikë, prej tyre 4 treshe, i pati edhe 5 asistime, 3 kërcime. Akili Vining për te ndeshja mori fund. Helms i sakt në tentimin e tij të parë, 65 me 71, edhe herën e dytë realizon 66 me 71. 18 pikë tani edhe nga Jerry Helms. 7-7 është nga vija gjuajtjeve të lira, 8-8, 67 me 71 përsëri. Rezultati afrohet në 4 pike përsi. Pak më herët u afruan në vetëm 3, 64 me 67, para se në sken të dylte pikërisht ky njeri, Mikael Mushici. E ka marrë përgjegjësinë mbi vete, lojtari i cili nuk i ik përgjegjësisë dhe lufton Hasbrook për Amzilin në brendi. Tenton me pengu atje me bloku Johnson anej, por pa sukses. Ish reprezentuesi realizon për 67 me 72. Çfarë drame, çfarë loje në Shanin Ushi përsëri. Helms dhe Tuna. Rollingi Helmsit, deporton dhe me tabel realizon për të afruar rezultatin përsëri në 3. 69 me 73. Më pak se 4 minuta lojt. Mushici me 3 pikë, tenton, nuk realizon topin. Helms e fiton Rushiti, nuk ngutët atje te ati koshi, e dorëzon te Helmsi. Tani Helms dhe Mushic. Beteja Amzili. Tenton Helmsi me u përgjigj me treshe, nuk arrin nga distanca e madhe e huq. Një gjuajtje shumë kritike. Tuna ishte më i larti në kërcim. Organizon sulmin Mikael Mushici. Hasbrook për Johnson. Tenton, nuk realizon. Dioranej shkakton foul. Apo jo. Jericho Helms ishte ai i cili shkaktoi personale, dhe kjo është personalja e 4 të Jerry Helmsit. Sean Jones në çastet vendimtare. Në këto momente kritike e huq. 2-1 ishte pak më herët. 9 pikë, 5 kërcime. I huq të 2 gjuajtjet e lira.
nuk po mundet me besu Adis Beqiragishi. Switch kërkon atje Helms dhe Tmushish. Helms për Wilsonin. Depërton derën në fund atje dhe ndalet në mënyrë të palejuar Jerry Helms nga Sean Jonesi. Lojtari vetëm nga pesja startuese që nuk rrezikonte përjashtimin e bën faulin. Sean Jonesi tani edhe ai ka 4 personale edhe komplet pra pesja startuese tani përveç Viningut i cili u largu nga 4 personale, Tmushiqi, Jones, Amzili dhe Hasbruku. Batën Tuna i ka 3 personale, 28 faula, 29 faula, deri tash i ka shkak Trepqa, anën tjetër 23 vllaznimi. Në të vërtet me mbrojtje shumë agresive të dyja skuadrat, rezultati për herë të parë afrohet në vetëm 2 pikë, kur kanë betur edhe 2-4-2 deri në fund Mustafa Amzili dhe Jerry Helms shkakton një faul të pak kujdesshëm edhe për te ndeshja merr fund. Edhe një herë të shohim kërkuan rishikimin e kësaj situate Gültekin Selimi, mirë po para prakish treshja referi është duke u konsultuar Gashi, Shala dhe Kera. Çfarë ndeshje? Përsëri vllaznimi dhe Trepqa, lojtari me numër 9, Jerry Helms ka shkaktuar faul, është kjo personalja e 5 e Jerry Helmsit i cili pas Samir Zekishit largohet nga loja, lojtari i dytë i vllaznimit nga peshja startuese që largohet me 5 personale. Në anën tjetër Vining u largua, dërsa 4 të tjerë rrezikojnë që të largohen, megjithatë Mustafa Amzili tani në vijnë e gjuajtjeve të lira. Herën e parë është i sakt, i fokusuar, i përqendruar maksimalisht Mustafa Amzili, pika e tij e 13. Herën e dytë nuk realizon. Ky djalosh me shumë koncentrim dhe me emocion këtë ndeshje po e shikon 71 me 75 është rezultati dhe time out ka kërkuar Gültekin Selimi kur ka mbetur edhe 2 minuta e 39 sekonda loj. Amzili realizon 2 nga 3 gjuajtjet e lira. Çfarë loje? Një start i cili nuk premtonte për një këso drame. Në 9 minutat e para, mbrojtje e hatashme Trepqës, një kontroll dominim absolut, 22-2. Mirë po, një shej paralajmëruese ishin ato 2 treshet e Jerry Helmsit në fund të çerekut të parë, i cili u mbyll me rezultatin 11-24, e më pas edhe ajo seria e Zigiridit në start të çerekut të dytë, kur nga minus 20 rezultati u afrua në 15-24, një seri prej 12-1. Megjithatë me treshet e Akili Viningut dhe Hasbrukut, Trepqa shkoi në pushim, natyrisht edhe treshja e Jerry Helmsit në fund, pra të pjesës së parë me sinjal shkoi me 15 pike përsi. Mirë po, sikur se kisha paralajmëruar, me të vërtet kur luajnë edhe Jora Nej u ngjall një mbrojtje shumë e mirë e vllaznimit në pjesën e dytë e prishja të ritmin e mirë të organizimit të lojës të Trepqës, dhe sikur se kisha paralajmëruar, edhe në të kaluarën kemi pasur raste kur Trepqa ka pasur 15-20 pikë e përsi. Mirë po në fund vllaznimi ka arritur që ta shkri, madje në këto vitet e fundit 2 prej tyre edhe të fitoj. Rasti fundit ishte me 7 dhjetor këtu. Ta shohim se si do të ndodhë sonte. Zigirid për rushitin, Derek Wilson,
Mushishi pranë tij. E mbulon koshin, Derek Wilson tenton me shumë fat me tabel tani realizon. Edhe fati është pjesë e sportit. Kësaj radhe Wilson pati shumë fat. Mbrojtje e mire të Mushishit. Mirë po Wilsoni realizoi pikën e tij të 12 dhe afroi rezultatin në vetëm 2 pikë. 73-75. Hasbrook me tentim për 3 pikë, nuk realizon dhe ka atje protesta për këtë faul të Ziggy Reedit, duke thënë se Amzili është ai i cili shkaktoi faul. E huq tentimin e tij të parë, e mbërtheu atje Ziggy Reed Amzilin, i cili ka 14 pikë, 7 kërcime, 2 asistime, dhe nuk realizon asnjë nga 2 gjuajtjet e lira në momentet kritike. Nuk po mundet me besu Adis Beqiragishi. Shumë gjuajtje të lira të huqura të Trepçës sonte. 26-13, vetëm Joranej për 3 pikë gjuan, nuk realizon. Mushiqi ka këtë top, ik në kundërsul. Çfarë blokade nga Joranej, i cili përsëri afrohet atje pas blokadës. E kap atje kapiteni Ati Koshi dhe e largon. I ngazlyer shumë me këto blokadat e tij. Një minutë e 25 sekondat. Mushiqi nga një situatë e vështirë, Rushiti lufton. Edhe topi vllazënimit i takon. 1 minutë e 19 sekonda deri në fund. E Gjësalla është në këmbë, po i përkrah lojtarët e vet. 1 minutë e 15 deri në fund. Wilsoni për Ziggy Reedin. Ja vjen topin Hasbrooku në çastet vendimtare, ik në kundërsulm si plumb dhe realizon për 73-77. Kenny Hasbrook në çaste shumë kritike. Përvoja vjen në shprehje. Rushiti për Wilsonin. Kemi hyrë në minutin e fundit. Çka do të ndodh? Wilson, Amzil, Wilson dhe Amzili. Kërkon atje blokun nga Joranej, edhe 6 sekonda. E foul në sulmi Joranejt. Është kjo personalja e 5 edhe e Joranejt, pa mendu fare e shtyen atje Amzilin. Shkakton faul në sulm. E definitivisht ai topi vjedhur i Kenny Hasbrookut në çastet kritike. Shumë i rëndësishëm, përvoja e bën të vetën Kenny Hasbrook, i cili ka luajtur në 3 top ligat evropiane, Spanjë, Itali e Francë. Ka luajtur edhe në Turqi, e bën të vetën tuna për Amzilin, i cili depërton, nuk realizon. Andrew Gordon pas një kohë të gjatë në lojë. Rushiti depërton deri në fund. Ziggy Reed lufton. Derek Wilson sekondat e fundit. Reed me treshe tenton, nuk realizon. Lufta vazhdon, tuna topin e kap dhe ndalet në mënyrë të paleuar. 3 sekonda para se të ndalet topi. Rushiti atje proteston, kërkon që pikët të pranohen. Çfarë drame! Çfarë drame dhe publiku në palestrën Shani Nushi dal nga dal ngritet dhe fillon të lëshoj palestrën. Mirë po ju që ishit pranë ekraneve televizive sonte, pranë adresës së vërtet në basketbollit në vendin tonë Art Motion. Jeni krash me basketbol. Definitivisht Kenny Hasbrook me përvojën e tij ishte vendimtar me atë top të vjedhur dhe kundër sulm pikët e realizuara. Batën tuna, realizon 1 nga 2, 73-78, çfarë drame, e në fund Trepça i mbjeton këtij presioni të vllazënimit
nga i cili ka psuar humbjen e vetme në këto 13 xhirët e fundit. Trepça vazhdon me fitore, 12 fitore e vetëm një humbje. Shumë shpejt do të vim me intervistat e trajnerëve. Adhrues të basketbollit, jemi me trajnerin e vllazimit Gültekin Selimin, një ndeshje me të vërtet dramatike. Nga 20 minus 22-2 arritët që ta afroni në vetëm 2, nuk patët energji që ta riktheni ndeshjen. Cilat ishin karakteristikat e kësaj loje? Po, e fillum shumë dopt lojën, patëm shumë topa të humbt, 14 topa të humbt pjesën e parë, i dham pikë shumë të lehta Trepçës me na dhon, edhe gjujtjet për 3 pikë na penalizum shumë në pjesën e parë. Më pas fillum lojën, po unë e shfrytëzoj rastin mi përgëzu lojtarë që janë angazhu maksimumin e kanë dhonë, edhe neve na mbetën me pa lojën, mi korrigju gabimet dhe mu përgatit për lojën e radhës. Po, në fund çka ka qenë vendimtare, se ju arritët që të ktheheni në lojë 73-75, kem vetëm 2 pikë dallim në sekondat e fundit, çka ke vendimtare? Po menoj që gjujtjet për 3 pikë i hopëm në fund, edhe nuk mundën me organizu ashtu siç kena planifiku. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve. Adhrues të basketbollit, shumë shpejt do të jemi edhe me trajnerin e Trepçës, Adis Beqiragiqin.
Coach, this very intense game. You had 20 points lead in the first period, 22-2, and then Vllaznia slowly came back. In the end, it was very dramatic. They came to 2 points advantage. What decided the game? What was the key factor of the game? Part of the key factor that we had maybe the last moment, we had Kenny who used his experience and steal the ball. That's in the last moment. But why we come from 20 to this, it's the first half we missed so many layups in the fast breaks. And we couldn't continue the same rhythm in defense. You know, we play Wednesday, Sunday, and we're missing this rotation, 3 players in rotation, and we keep them, the same players, 35 minutes, and we used to play good defense. And when you get tired, you stop to play good defense. When you stop to play good defense, you don't play good offense. This is like that. Next game now against Uli in Theranda. We will have same problem. We have same rotations, short rotation, miss 3 players. I don't know. We will give off the players to get the rest. I hope we will have energy, but they have much bigger rotation, and they have a really good team, and they play their home. So, and they are winning everybody until Endrit is the coach. So Endrit is doing a great job. And again, we will see the game between the professor and the student. No, he's good. No, I don't know. I'm nothing. Okay, thank you very much. Minus 20 arrit kishit e përsi, keni kontrolluar ndeshjen në pjesën e parë. Në fund Vllaznia arriti që të afrohet në 2 pikë, 75-73. Çka ishte karakteristike kësaj ndeshje? Çka ishte momenti kryesor i kësaj ndeshje? Tha po ai topi të cilin e vjedhi Kenny Hasbrook, dhe përvoja e tij ajo e vendosi ndeshjen, ndërsa sa i përket faktit pse kemi leju që të bim nga 20 pikë dallim në vetëm 2, tha është lodhja, padyshim jemi duke, po na mungojnë 3 lojtarë në rotacion, definitivisht tha është ajo që po na penalizon, lojtarët janë lodh, 3 ndeshje brenda 7 ditëve, dhe kur nuk luan mbrojtje të mirë, në pjesën e parë mbrojtja ishte ajo e cila ka vendos, po ashtu kemi huqur shumë raste nga depërtimet e lehta, nuk kemi realizuar 2 pikë, e më pas në pjesën e dytë na ka mbri edhe lodhja, dhe kur nuk luan mbrojtje të mirë dhe i lejon kundërshtarin, atëherë kjo ndodh. Ky është një problem me cilin duhet të ballafaqohemi, do t'ju jap pushim lojtarëve të mi që të përgatiten, i pyetur pra për ndeshjen e radhës me Yllin, e cila nuk do të jetë as pak e lehtë në 13 qershorin në Tiranë, po tha Ylli momentarisht e ka ekipin me rotacionin më të mirë, në thellësinë më të mirë edhe të bankës në Superligën e Kosovës në Kosovë, dhe tha definitivisht ka me qenë shumë vështirë, duhet të pushojmë, ndërsa në komentin tim se përsëri do të shohim përballjen mes të mësuesit dhe nxënësit, e kam fjalën për Endrit Elshanin, i cili po udhëheq Yllin në mënyrë perfekte në këto javët e fundit. Tha do ta shohim, tha Endriti është trener shumë i mirë, nuk do të jetë as pak lehtë, pra na pret edhe një ndeshje fenomenale kësaj herë, ndeshja e dytë çerek finale e Kupës Kosovës mes të Golden Eagle Yllit dhe Trepçës, ku ndeshjen e parë në Minatori e kishte fituar Golden Eagle Ylli në atë ndeshje fantastike me 30 treshe të realizuara, 17 Ylli dhe 13 Trepça. Pra, mos e lëshoni asesi nga unë, Agon Fehmiu, kaq për sonte nga Shani Nushi, po ashtu në emën të ekipit realizues të Oksigenit në Artmoshën, e ju vazhdoni të qëndroni me ne. Bashkimi do ta përmbyll sonte xhiron e 16, e sonte në kuadër të emisionit Sport Show në Klan Kosova do të flitet për basketbol dhe temat më të nxehta, situata rreth Sigal Prishtinës zgjedhjes dhe dorëheqjes Bek Berishës, kandidatura e Granit Rrugovës, e shumë tema tjera interesante nga ora 22:20 sonte në Sport Show në Klan Kosova.